Sa I besoni ju politikës? Thuj se as pak. As pak. Thuj se as pak. Kujt figure politike besoni pak? Duhet kesh pak rezerva për vete. Pra, jesh edhe për vete pak politika. Gjithë shka. Nuk të regohet, bëhet pak se këtë. Pas Ali Berisha nuk ka të djathtë, më tha një zotëri, është e vërtet? Nuk e besoj. Po iku Sali Berisha? Po Sali Berisha ne e kemi jetur dhe e di. Po di kur ishte me partinë e punës, si mund të besojmë, po ka që të tërash. Mos ta qonim ishin kokër të ashin prej hallit, prej nervash. Ne kemi ba qysht fillim e pytje. Si mund të nëshohet njëri? Si nëshohet ftyra? A ka gjak njëru, a ka sedër? Të lutem se jeta është e jona personale. Nuk e kam të partisu njëtën. Shja fali X-it e Pselonit unë. Ku shkoj? Të reja pasuri komtare, të reja gjë që ne kishim, ndryshoj sistemi ishte gjë e mrekullueshme, ku ja kemi borç në vitet. Po si kaloj ne atë ekstremitet? Po ne e dim jetën, ti se din hiq, e dim ne. Ti je ashtë mosha, po ne e dim. Ato e kishin dorë, ato bën liderit, ato bën gjithë shkaja, pika mi I. Po pse duhet të rriu gjithmonë në atë pozicionin? Pse duhet të rrim në atë pozicion? Pse më I motor? Ju I ndishni këto seancat plenare apo jo? Po kam pa nga herë si vlen. Pse? Shumica e deputetëve kanë një nivel qesharak. Se klasa intelektuale e mirëfill kombëtare shqiptare është pasive. E kanë lënë pasive. Ashtë pak e vështirë të thut, pa e kanë lënë pasive. Ashtë më e zoja. Me vjen një naiv atje dhe me mba ligjin. Edhe me tërgu gjoja se unë di. Po kujt I referoni, pra kush janë këta deputetë që nuk e pa janë shumë tani. Janë shumë. Kemi parë shumë. I dim. Jo pak. Kemi pasur në nivele rangjit të larta, të nivelit naiv. Po kanë bëjt në jetën tonë. Me të ardhmen tonë. Me ditët tona, po pse na hoqin nga puna, kujt ja kishim borç ne? Kush ju ka hequr nga puna? Po ja, I pari që përmend ti. I besoj, jo 100%, 80% I besoj, por uroj që politika të shkojë mirë. Pavarësisht nga hallet ekonomike që mund të kenë njerëzit. Po që I besoj. Pastaj se si bëhet, I besoj nga 100% 80%. I ndishni seancat plenare? Patjetër. I ndjek, I vlerësoj, I respektoj, edhe nxjerr konkluzionin. Cilët nga deputetët mendoni se Po tashti deputetët janë shumë aty me ti thonë me emra, nuk shko kjo punë. Pra ke shumë që vlerëson po thua? Po patjetër që po. Të respektoj, faleminderit. As pak. Politika të më thonë është ajë se shkull. Misoj si paraja. Kalëm në 100 du. Edhe zgjetet të veç mashtrim. Politika ka vetëm njerë në jetë njeriu, kur kryon perëndjetën të për njeri. Pastaj gjithë kohën tjetër nuk e me njeri. Dhe është kanibal. Politikan në vetë është kriminal në shpirt. Dhe kur bëhet politikan në matë dhe fuqishëm, fuqizohet nga ana ekonomike, a I kthehet në kanibal. Kështu që kanibalizmi është shumë fishuar sot. Nuk është si dikur që ishte në pakicë. Ka një figurë në politikën shqiptare që ju e vlerësoni? Asnjë. Deri në sot asnjë. Se zguxon njerëz ka sa duash. Shumë. Por nuk guxojnë të futen në politikë. Sepse do të bëjnë si ato edhe ato. Kështu që më mirë ato rrinë urt. Kalën atë jetën se si kanë mësim. Të zgjuar janë, të ditur janë, të aftë janë. Kush është një njeri I zgjuar dhe I ditur që ju do doni ta shikoni të Ka sa të duash ka. Ka sa të duash. Plot. Po nuk, unë më mirë shoh një ndeshje derash, se sa të shoh një parlament. Ai nuk është parlament. Po si ti thua vllajt tënd armik. Si mund të qesh një riti? Ti thua armik. Je kriminal, je kjo, ajo.
si mund të rullesh në një sallë me atë të mirë. Ai do të shkrihet, bile ai do të rrethosh me gjemba, ti vesh zjarin edhe të shkrish komplet me gjithë grupë brenda. Nëse bën atë punë, atëherë mund ndryshoj diçka. Ndryshoj absolutisht jo. Në gjykimin tuaj nuk ngrihet asnjë çështje me rëndësi për popullin? Absolutisht jo. Vetëm çështje personale. Po këto përplasje si i shikoni? Përplasjet janë pensov sa për fol për budallat të tjerë. Në bën budallin, tallën me ne. S'ka as gjykata, s'ka as. Ndërkohë për figurën kryesore të opozitës, çfarë mendoni? Për zotin Sali Berisha. As mos për më nuk dua ta di sepse e kam njoft për 50 vite para. Kur bë për komunist. Ai përveç komunist nuk ka qenë asnjë. Se fjala komunist presupozon të kulmin e ligjes. Ai ka qenë një antar partie në shpirt kriminal. S'ka pas asgjë më shumë. Se ti je human, ti je mjek, ti je betuar për hipokratin, dhe të kthesh në politikan, në kriminal, pra jetë fishuar kriminal. Andaj mos i besoni asë sa pjesë, ati në veçantë jo. Në kriminal duhet këtë bërë krime, çfarë krime? Shumë krime ka bërë. Krimet, ai në radhë të parë vrau punën shqiptarë. Prishu i zinat, fabrikat, gjitha që shënë nuk la gjepa prishu. Zori ligin 24 qoshe për shpunësimin e njerëzve. Çfarë zbërje? Vrau e kreu, zori në 97, që nuk bërë, nuk la gjepa bërë. Çështë keqe, çështë zezë, dhe të bërë. Po ndërkohë protestat e PD si shikoni? Ato janë protesta. Ato janë protesta për njeriu të veçantë, që i veç Aliu i paguar me parët e popullit që i veç. A i tha popullit parat janë pas. Ja volli popullit para me firmat, pastaj thoshtë janë pasta. Atë shqipë. Që mund të presësh në Po edhe i besojnë politikë, si mas politikanëve. Ka politikanë që janë të besueshëm, ka politikanë që janë pa besueshëm. Cilët për tyre janë të besueshëm për ju? Për shembull, Edi Rama më i besueshmi, sepse pe tregon edhe në marrëdhëniet me jashtë, me gjitha shtetet e Europës, edhe për politikën e brendshme të Shqipërisë edhe për politikën europiane, domethënë i ka ngrit kokën e shqiptarëve në për Europë, domethënë se i ka dhënë vlerë se shqiptarët janë dikush në për Europë. Kështu si ka politikanë që su besohet. Për shembull? Si për shembull si mashtrojnë, rrajnë, su vjedhin, si për shembull Sali Berisha, disa herë ka rrejnë, mashtro popullin. Cilat janë gënjeshtat që ka thënë? Ka bon, domethënë shumë gjana të këqija për popullin shqiptar e ka bon, në vite. Po për menimin tem, të gjitha i si ka një shumicë vite shkohen në politikë, do të largohet. Pa tjetër mi alëshua rrugën tjerëve. Tani e zëmë se u largua, zoti Berisha. Kush, cili nga ata që janë në PD është në figurë e denjë që ta marri postin e drejtimit të Partisë Demokratike? Ish presidentin Bajmir Topi, ajo është njëri me kulturë, njëri që nuk ka bë gafa politikën shqiptare, e meriton plotësisht për ta drejtuar djathtën shqiptare. Po marrësisht se unë nuk jam një ati i krahut, po e meriton Bajmir Topi. Po Elon Hija, edhe tjerë, edhe Tabaku e meriton, edhe Alir Mehmeti e meritojnë, për të pas një opozit fort, që të ngullin kam, se ata nuk flasin farë, opozita flasin për hallat veta, nuk flasin për hallat popullit. Asnjëherë që kam dëgjuar ka flasin për pensionet, për hallet, për problemet me ngrit pensionet, që janë shumë të ulta, edhe për hallat e popullit, flasin për problemet veta. I ndihni seancat plenare? Po i njehum, vazhdimisht i njehum, si mas probleme, po. Si shikoni këto përplasje që ndodhen aty? Këto përplasje i quaj njerëz pa logjikshëm, niveli i parlamentit është për tokë, atje kanë shkuar njerëz që nuk e meritojnë të jenë deputet. Kush për shkak? Tjetë ajka e kombit nuk e meritojnë. Kush për shkak? Jenë atje, nga e djatha dhe nga e mojnë, nga dy anët. Parlamenti shqiptar ka pas profesora, akademik, njerëz zgjuar, politikanë zgjuar, njerëz që bashkëpunueshin me opozitën,
Po aty, ata janë vetëm për sherrë. Janë për sherrë, tu i zonë njëri me tjetën dhe e rrahje. Aja turpi i shqiptarëve të i parlament. A turpi i shqiptarëve. Mo keq se kalamajt e shkollës. Mo keq. Shqipëria nuk i duhet më shumë se 80-90 deputet. Je 120. Me marrë rogën këtë, ka sa duhet. Nga djatha nga majta, që nuk e meritojnë tjenë. Jo, i thonë na, as brigadier i një kooperative, ish kooperative bujësore, nuk e meritojnë, janë deputet. A janë fatkesi për popullin shqiptarë. Aty s'ka nivel, nuk ka nivel, nuk ka njerëz të zgjurë që flasin për hallet e problemet e popullit. Aty ka vetëm sherrë, sharnaj, zane, tym, atje flak helsa, atje... Ndërkohë ju tha që ne s'kemi opozit, po një mënyrë të folurit e opozitës janë dhe protestat, si keni parë? Protestat që është një grup njerëzish që i nxit partia demokratike, ata janë vetëm këtë. Bëhan edhe me lunë, që nuk janë të lajueshme. Opozitat shqiptare do të zpresin në bazë, bisedojnë me njerëzit, bëjnë një program, ata s'kanë program fare, që rotacioni i lishim, rotacioni. Po me këtë që opozitë që ka, Edi Rama e meritën me nej edhe 10 vjetë tjera, e meritën, se s'ka opozitë. Po të kishte një opozitë për smarit, kur një drejtues i Partisë Socialiste, për shembull si kanë qenë njerëz shumë zgjurë, të Recep Mejdani, të Fatosllana, të njerëz figura, edhe unë si jam i këtij krahut, e kam votuar, edhe unë kur të bëjnë 3-4 mandate, atë do të largohen, edhe të vinë të tjerët. Vinë të tjerët, po me një program të qartë për shqiptarët. Se problemi kryesor është i pensioneve, është i nivelit ekonomik, është i nimës ekonomike, që s'me nuk është fare për njerëzit e për popullin shqiptar, nuk menoj. Kështu është problem kjo punë, është shumë problem, se këto figura që janë të nuk bëjnë ligje për smarit, as nuk i japin drejtim parlamentit shqiptar. Unë rreth parë nuk po besoj. Po edhe me sa bisedoj me shoqërinë kështu. Nuk po besoj. U bë e pabesueshme politika. Pastaj atë të problem, dikush ja le fajin të majtës apo dikush të jatës. Të janë probleme më shumë tifozëlli ku populli do njëri që të punoj për popullin. Nuk ka sot politika shqiptare, asnjë njeri që punon për popullin? Deri tashti nuk ka pas. Me thënë të drejtën, unë jam 90 vjeç dhe maj me disa ndryshime. Se të je mesa ime në moshë. Fillimi, në çdo kohë, kur ndrohen mujt, populli thot fërton. Kur ndron muj. Dhe në fillim i qenë ca gabime gjatë ndryshimit të sistemit. Por të dy kanë të meta këto, kryesorët që drejtojnë. Unë kam një bindje që ndryshon e meta e Berishës me të Ramës. Rama është larguar shumë nga Pokarati. Pensionet i bani të ligjëruar, Enver Hoxha i meri keq. Nuk ka pas pension në Shqipëri, dhe nga pak i ngriti Berisha. Se populli këto një intereson, ke pensioni, ke rroga, në s'kom për të bollë heq shteti sot. Nuk kam as nivelin, as moshën. Ky shumë pak ka vepruar me 2%, me 5%. Gjana sa me të majtët si punë për grela shumë duke. Nuk mundet të jetoj me 125 150 lek në këtë moshë që jam unë. Fëmija janë larguar, shteti nuk po interesohet për moshën e tretë dhe për mua motosikletësimi nuk është asnjë. I riu fundja fundit ikin, largohet, drejtohet, e bën një punë. Kurse unë nuk jam, mosha e tretë nuk imi më për të rgjaj. Sa pension merrni ju?
150.000 lekë, në shtenë basin 125 këta. Një fjalë që unë, që po të bësh llogarinë me 100 pyetje, unë morë insulina, morë 25.000 lekë për diabetin, pa lekë për vetë shteti me morë për tensionin, morë për zemrën, morë për kolitin, e mi fjalë që unë duke përjashtuar këto insulinat, unë morë 20.000 lekë në muaj, ilaçe. Po do të merret edhe një kap telefoni, se kemi fëmijët jashtë, na jo do 11.000 lekë, e u bon 51. Do merret edhe një banesë, shumë hecim ka ma, e u bon 62, edhe këto nuk metet. Me pej një kafe në ditë, 1.000 lekë, bëjnë 30.000 lekë, ka që është pensioni, unë se si jetoj nuk e di. Ju falem ne ishim pyetni, po unë po të flasë shpirtërisht ato që ndigjojnë. Nuk jam politikan, as nuk më duhet politika sot. Mund të kem qenë dikur, po sot nuk merrem ato punë, sepse s'kam edhe moshën, s'kam edhe nivelin, një arsim fillor për pasur në poshë. Kush është figura më e mirë që kemi ne sot në politikë? Kjo më varet si mas gustave, po unë njoh 2 politikanët kryesor, të qerët nuk mund të kam, se këto e luajnë rolin. Po kështu po Paramën nuk ka Parti Socialiste. Po Berishën nuk ka. Ja. Kombini nuk. Këto janë 2 koka që sot për sot dikur kanë qenë vëllezër, sot për sot sepse janë për qa, bon këtë falsoj feje, a dul me më shef në i loja, drejt që e mërveshtë, se s'ka mundësi, të shok kanë qenë. Shok jo se Berisha është më i vjetër në moshë, po mi fjalë që këto janë për qa keqë, kur për qahen këto, për qahet edhe populli. Neve patëm një shpresë ka 35 vjetë që të bashkohemi me Evropë. Unë dëgjoj një nga televizori, sa unë nuk morë vesht, po dëgjoj një që nga 11 pika që patë Berisha në të kohë, patë ngell 3 pika për të plotësuar. Nga kjo kohë, u bon 14 vjetë, vetëm shtohen pikat për të bashkuar me Evropën, se nuk është shkurtuar në një. Me sa ndëgjoj në televizor. Vëllere se që thonë, po s'jo është e vërteta. Unë e kuptoj që së më duhet fare fjala që i ndëgjoj aty. Nuk shkohet më afër se kur të nuk e besoj Ramës, se më shumë faktit, edhe nuk më duhet fjala që i fletë në televizor. Për mua, unë kuptoj faktet, nuk shkohet në televizor duke mbrojtur Hajdotin, ose Hajdotën. Nuk shkohet në Evropë shtu. Po, të janë mashtrime për të rrejt popullin që dhe me shtu e një shtu. As nuk kemi shku, as për shku nuk kemi me këtë të rëzi që kemi. Politika në Shqipëri nuk e së mirë, në 2 palë, në Partia Demokratike e në Socialiste. Do të gjenjë rrugën e përbashkë, se nuk është mirë për shqiptarët. E mira nuk është sepse bëjnë debate, jo për interesë shqiptare, po për interesin e tyre. Ose Partia Demokratike në tepër. Mundohen për karriket, mundohen për të mirën e shqiptarit, të luftojnë që shqiptarët të jenë, edhe kur të jenë të rregullt edhe të votojnë me të mentër siç duhet votuar. Pa Berishën, Partia Demokratike duhet të eci. Në qoftë se zgjedhë një lider tjetër. Për arsye se ai u plakje. E dyta, nuk ashtu si duhet. Ka gjërat të tepëruara, ka të njerëzit në avas, del në televizor, gjithmonë në barbajat, për thënë drejtë.
sepse nuk u flet fjalë që do më dhe i përkesin shtetit, po flet vetëm fjalë për jo do marrim atë Ramën Zëvarre, jo llafe me të liga, nuk është e mirë për atë, ai duhet të bëjë dorëheqje. Atëherë Partia Demokratike do të thënë se ka një shumë të mirë, Partia Demokratike. Keni një emër që ju vjen ndërmend? Në Partia Demokratike? Po, që ti zëri. Kam atë që ka marrë vota shumë Tirana e harrova emrin. Ka marrë vota ku zgjedhjet vota më shumë, ai ka marrë. Për doktorin Ali Mehmetin po. Hadi Mehmeti. Atë kam edhe për atë tjetrin. Për drejtues të Partisë Demokratike po pyes. Për drejtues të Partisë Demokratike është ai një, e dyta mirë do jetë edhe i kryetar i Partisë Demokratike. Edhe ajo Tabaku, edhe ajo. Do të bëjnë një paqë njëri me tjetër atë më dhe të shkryen herën. Ata se u na lanë edhe ju fëmijët, po edhe ne. Prandaj është diçka që ata nuk e pjekin llafe me njëri tjetrin. Njëri shkon atje në Bruxelles thotë që ta kanë bërë kështu, ky tjetri kënaqë. Nuk e më flasin fare ne.